Happy New Year, everybody, and welcome to the weekly press briefing of the Kosovo Specialist Chambers, where we aim to provide journalists with an update on the latest developments at the court and the opportunity to ask questions. In the trial of Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, and Recep Selimi, the trial panel on 18 December 2025 rejected a request by the prosecution to present rebuttal evidence. The panel found that the prosecution failed to demonstrate that the request was in the interest of justice and concerned a significant issue arising directly from the defense case. The panel was further of the view that the evidence was available to the prosecution before and that the prosecution could have sought leave to amend its exhibit list at an earlier stage as part of its case rather than as a rebuttal. Si pjesë e provave të veta dhe jo si kundërprova. Also on 18th December, the panel announced that evidentiary proceedings in this case are closed. The panel noted that the parties and victims' counsel have presented their cases and that there are no more witnesses to be called or additional evidence to be introduced. The panel reiterated its order to the parties and victims' counsel to file their final trial briefs and impact statement by Monday, 19th January 2026. The panel further set out the schedule for closing statements from 9 to 13th February and on 16th and 18th February. Having considered the submissions of the parties and participants regarding the time estimates for closing statements, the panel set 8 hours for the closing statements of the prosecution, 3 hours for victims' counsel, and 4.5 hours for each defense team. The panel noted that it may seek clarification on any matters raised in the final trial briefs and announced that in advance of closing statements, it will issue an order in writing in which it will set out any questions for the parties and participants. The parties and participants are expected to incorporate any responses to the panel's questions into their closing statements. The panel will have a further 2 hours set aside for any follow-up questions not addressed in the closing statements of the parties and participants or resulting from arguments and submissions made during those statements. As the parties have the right to respond or comment on each other's closing statements, the panel set an additional 2.5 hours for such submissions by the prosecution, 30 minutes for each defense team, and an additional 20 minutes per accused. Should victims' counsel wish to respond, he may seek the leave of the panel during the hearing if and when he considers it necessary. Based on this, the current schedule for the closing statement looks as follows. On Monday, 9 February, the prosecution will present their closing statements. On Tuesday, 10 February, the prosecution will finish their closing statements and victims' counsel will present their closing statements. Wednesday, 11th February, is reserved for the closing statements of the Thaçi defense and part of the Veseli defense. On Thursday, 12th February, the Veseli defense will complete their closing statements and the Selimi defense will start theirs. On Friday, 13th February, the Selimi defense will finish their closing statements and the Krasniqi defense will start theirs. Monday, 16th February, is reserved for the completion of the closing statements of the Krasniqi defense and the questions by the trial panel, if any. On Wednesday, 18th February, the parties will have time to respond to the closing statements of the other party and the accused will have the opportunity to make a statement. Afterwards, the panel will close the case. This agenda
Ky rendite bazohet në vlerësimet aktuale dhe mund të ndryshojë. Për shembull, nëse një palë ose pjesëmarrës ka nevojë për më pak kohë se ç'mendoi. Grupi gjykues urdhëroi të akuzuarit që nëse dëshirojnë të flasin, të jenë të pranishëm në sallën e gjyqit dhe theksoi se deklaratat politike o komentet fyese ndaj palëve, pjesëmarrësve, dëshmitarëve ose viktimave nuk do të tolerohen. In the same case, Në të on njëjtën 19th çështje, and 29th December, me 19 respectively, dhe 29 the specialist chambers of Koma the Supreme specializuar Court e gjykatës dismissed supreme Kadri Veseli's hodhi and poshtë Jakub kërkesat e Krasniqi's Kadri requests Veseli dhe for Jakub protection of Krasniqit për legality. mbrojtje të ligjshmërisë. The requests were filed at the Kërkesat e end of dorëzuan në fund të 25, vitit after the appeals 2025, chamber pas had lënjes në confirmed the fuqi trial nga panel's dhoma e decisions apelit to të continue the vendimit të detention of grupit Mr. Veseli and gjykues Mr. për vazhdimin e Krasniqi. paraburgimit të zotit Veseli dhe Both zotit accused had Krasniqi. argued, among Dy others, të akuzuarit that the appeals argumentuan panel ndër had të tjera failed se to properly paneli i reassess apelit the nuk kishte risks vlerësuar siç justifying their duhet continued rreziqet që detention. përgjigjen mbajtjen e tyre në The paraburgim. Supreme Court panel, Megjithatë, however, found that the Paneli i appeals gjykatës panel had supreme properly konstatoi assessed se the paneli i continued apelit existence kishte of the vlerësuar relevant siç risks duhet at the time ekzistencën of e review vazhdueshme të rreziqeve and had relevante articulated substantial shqyrtimi reasoning dhe kishte establishing dhënë that the arsyetim risk of thelbësor që obstruction vërtetonte continues se to rreziku i exist. pengimit vazhdon të ekzistojë. On 29 Në December, 29 the dhjetor, trial panel grupi rejected a gjykues request by Mr. hodhi poshtë një Veseli kërkesë të to be zotit permitted Veseli to appeal për a leje previous për të decision by the apeluar trial një vendim të panel, mëparshëm in të which it grupit admitted, gjykues, upon me anë request të of cilit, Mr. Thaçi, bazuar në kërkesën a e written Thaçit, witness u pranua statement si into provë evidence. një deklaratë me shkrimin In e një Mr. dëshmitari. Veseli's view, the said Zoti statement Veseli causes vlerëson se kjo prejudice to Mr. deklaratë dëmton Veseli. atë. Among others, Ndër të tjera, the panel found grupi that it had gjykues addressed any konstatoi se ka potential trajtuar prejudicial çdo impact ndikim të on any of dëmshëm the të accused mundshëm ndaj cilit when do it të found that the akuzuar. statement overlaps with Gjykoi se other evidence. deklarata The përkon parties had the me prova të possibility to tjera që challenge palët in kanë pasur court. mundësi të kundërshtojnë në As such, gjykatë. the panel found that Mr. Veseli Rrjedhimisht, grupi merely gjykues disagreed gjykoi with its se previous zoti Veseli decision thjesht nuk rather pajtohej than me demonstrating vendimin a e mëparshëm potential të grupit error of law. gjykues, por nuk provoi ndonjë gabim ligjor të mundshëm. As the closing statements in the Duke qenë se Thaçi et al. paraqitja trial e approach, we deklaratave would like për to mbyllje në recall çështjen some Thaçi basic dhe të tjerë information po about the afrohet, case. dëshirojmë të rikujtojmë disa të dhëna bazë lidhur In me November këtë çështje. 2020, Në Hashim nëntor Thaçi, Kadri Veseli, 2020, Recep Hashim Selimi Thaçi, and Kadri Jakub Veseli, Recep Krasniqi were Selimi dhe arrested Jakub following the Krasniqi u confirmation of arrestuan an pas indictment konfirmimit të një and akt issuance akuze of dhe arrest lëshimit warrants të by flet a judge. arrestimeve nga një gjykatës. The prosecution alleges that Prokuroria the pretendon accused se të are individually akuzuarit responsible mbajnë for the përgjegjësi abduction, individuale për mistreatment rrëmbimin, and killing of keqtrajtimin dhe hundreds of vrasjen e civilians and qindra persons civilëve not taking dhe part in personave që nuk hostilities. merrin pjesë në luftime. This allegedly included Pretendohet se persons këtu perceived përfshiheshin to persona collaborate që with Yugoslav konsideroheshin se forces bashkëpunonin and me political forcat opponents. jugosllave dhe kundërshtar The politik. accused have pleaded not guilty Të to all akuzuarit janë charges. deklaruar të pafajshëm për këto akuza. During the pre-trial phase, Gjatë the fazës paraprake, prosecution shared prokuroria thousands i of tregoi pages of mbrojtjes evidence mijëra with the faqe prova. defense. The defense conducted their own Mbrojtja kreu hetimet e investigations and veta made legal dhe ngriti challenges against kundërshtimet the ligjore indictment ndaj and the akuzës dhe jurisdiction of the jurisdiksionit court. të gjykatës. Victims applied to Viktimat participate. aplikuan për të marrë pjesë. 155 victims are participating Në in the proces marrin proceedings. pjesë 155 viktima. Between April Midis 2023 prillit and 2023 April dhe prillit 2025, the 2025, prosecution called prokuroria thirrri 125 125 witnesses. dëshmitar. Between September Midis and November shtatorit dhe nëntorit 2025, the 2025, defense teams ekipet called e 7 mbrojtjes thirrën witnesses. 7 dëshmitar. Each side had the Secila palë opportunity pati to ask mundësinë të questions bëjë and pyetje challenge the dhe të testimony kundërshtojë of dëshmitë e witnesses called by the dëshmitarëve other të side. thirrur nga pala tjetër. Under the law, an Sipas accused ligjit, can only be njëri detained akuzuar if mund të judges mbahet në determine paraburgim there are vetëm risks nëse that justify gjykatësit it. konstatojnë se So ekzistojnë far, rreziqe in që over e përligjin atë. 25 detention Deri reviews, tani, në the më shumë judges se have 25 found rishikime that të Mr. Thaçi and his paraburgimit, co-accused gjykatësit pose kanë a risk konstatuar of se zoti committing Thaçi further dhe të offenses, bashkëakuzuarit e in tjerë particular against paraqisnin rrezik persons të who kryerjes së veprave testified or are penale due të to tjera, testify before the konkretisht specialist kundër chambers. personave që kishin dhënë dëshmi ose The që judges pritej have të also jepnin dëshmi para highlighted dhomave that të detention specializuara. seeks to prevent the Gjykatësit risk kanë of theksuar retaliation gjithashtu against se witnesses paraburgimi synon or të attempts parandalojë to rrezikun e incentivize a hakmarrjes witness kundër to recount dëshmitarëve
ose përpjekjet për të nxitur një dëshmitar që të tërheqë dëshmimin e tij. Gjykatësit do të vazhdojnë të vlerësojnë çdo 2 muaj nëse paraburgimi vazhdon të jetë i nevojshëm për trajtimin e rrezikeve. Sa i takon parimit të procesit publik, pjesa më e madhe, 134 dëshmitarëve që dhanë dëshmi në sallën e gjyqit gjatë gjykimit, e bën këtë tërësisht ose kryesisht në seancë publike. 61 prej këtyre dëshmitarëve dhanë dëshmi pas një masë mbrojtëse. Dëshmit që u dhanë në seancë private, por rishikohen në vazhdimsi dhe, kur është e mundur, riklasifikohen dhe po nxirren në vazhdimsi transkripte me më pak redaktime për të siguruar që procesi të jetë lik dhe të mund të përcillet nga çdo person i interesuar. In the case of Hashim Në çështjen e Hashim Bashkim Thaçit, Smakaj, Adil Fazliu, Fazliut, Izni Kilaj and Hayreddin Kuçi concerning në allegations lidhje me of the illegal pretendimet për influencing ndikim të of paligjshëm witnesses. ndaj dëshmitarëve, The single trial judge on gjykatësi i 19th vetëm i and caktuar për 22nd gjykim, December përkatësisht me respectively, 19 dhe denied 22 interim dhjetor, requests by rrëzoi Mr. Fazliu kërkesat e and Mr. ndërmjetme të Smakaj zotit Fazliu to dhe zotit reconsider Smakaj their për të continued rishikuar detention. mbajtjen e tyre në paraburgim. Both accused argued Të dy that new argumentuan se circumstances janë have krijuar arisen as rrethana the të time they reja, have already spent in pasi detention koha që now ata kanë kaluar në equals the paraburgim time deri a tani minimum është sentence e would njëjtë me have kohën e should they be dënimit më të convicted ulët of the me të offenses cilin do they të are dënoheshin accused of. nëse shpallen fajtor për The veprat single penale trial për të judge cilat found akuzohen. that these circumstances were Gjykatësi i already vetëm known konstatoi se and këto could have been rrethana ishin të argued during ditura their recent dhe mund të ishin bi-monthly paraqitur detention si reviews. argument gjatë As such, the rishikimeve të single trial fundit të judge found paraburgimit të tyre that the çdo 2 arguments muaj. do not justify Rrjedhimisht, an indirect gjykatësi i detention vetëm review. gjykoi se argumentet He, nuk however, përligjin encouraged the rishikim të parties to ndërmjetëm të ensure paraburgimit. that their submissions of the Sidoqoftë, next ai bi-monthly inkurajoi detention palët që të review are sigurohen që comprehensive parashtrimet e and tyre për up-to-date. rishikimin e ardhshëm të paraburgimit çdo 2 muaj të jenë të plota dhe On të 22nd përditësuara. December, the single Me trial 22 judge dhjetor, adopted the decision gjykatësi i on vetëm conduct of miratoi proceedings vendimin in mbi this case, zhvillimin e gjykimit in në which këtë he addressed çështje, issues në relevant të to the cilin ai trajtoi publicity of aspekte që kanë të bëjnë me to the parimin e admission of procesit evidence, publik, as well as to pranimin e witness provave preparation and dhe përgatitjen testimonies. e dëshmitarëve dhe dëshmit. Among others, Ndër të tjera, the single trial judge gjykatësi i decided vetëm that in vendosi që accordance with the në public përputhje character me of the natyrën publike proceedings, të gjykimit, the parties shall palët endeavor duhet të to file përpiqen written që, submissions kur është e as public mundur, documents as far as parashtrimet possible me shkrim t'i and paraqesin minimize si private and dokumente closed publike session dhe që to të the zvoglohet extent sa më shumë possible. që t'jetë mundur numri i seancave private dhe të Public mbyllura. redacted versions of filings Versionet e are redaktuara to be publike të submitted no parashtrimeve later të than 3 days protokolluara after duhet the të original dorëzohen jo më filing vonë was se 3 submitted. ditë pas dorëzimit të parashtrimit origjinal. Transcripts of hearings are to be Transkriptet e reviewed seancave 2 do të weeks rishikohen after the 2 javë completion pas of each përfundimit të evidentiary secilit block, blok with provash, a view to për të assessing whether vlerësuar reductions, nëse if any, redaktimet, were nëse do të applied, ketë, can be mund të lifted hiqen or reduced. në tërësi ose pjesërisht. Any protective measures Basat for mbrojtëse witnesses për decided on by dëshmitar the të pre-trial vendosura nga judge gjykatësia remain in procedurës effect, paraprake and mbeten additional në fuqi requests on dhe such kërkesat measures e have tjera to be lidhur me made këto masa no duhet të later bëhen than jo at më the vonë time se në of kohën e filing of the dorëzimit final list të of listës witnesses. përfundimtare të dëshmitarëve. Contact between the Kontakti midis witnesses and any dëshmitarëve party dhe shall palëve be do të prohibited jetë from the ndaluar moment nga the witness momenti takes kur the solemn dëshmitari bën declaration betimin at the solemn start of their në fillim të testimony. dhënies së dëshmisë së vet. On 30th Më December, 30 President dhjetor, Trandafilova Trandafilova assigned judges aktori Vidar gjykatësit Stensland, Rumen Vidar Nenkov, Stensland, and Rumen Piotr Nenkov Hofmansky dhe Piotr to a Hofmansky constitutional court në një panel të following gjykatës a referral by kushtetuese Mr. pas kërkesës Thaçi referuese after të the Court zotit of Appeals Thaçi, panel had pasi denied paneli i his gjykatës së appeal, apelit kishte challenging the rrëzuar assignment apelin e of the tij në të pre-trial cilin judge in this kundërshtohej case. caktimi i gjykatës së procedurës paraprake në këtë çështje. On 7th January, Më the 7 single janar, trial judge gjykatësi granted i a joint vetëm miratoi request një by the kërkesë të defense përbashkët të mbrojtjes to extend the për deadline zgjatjen e and increase afatit the word dhe shtimin e limit for the numrit të defense's joint fjalëve për response to the përgjigjen e prosecution's përbashkët të bar table mbrojtjes motion ndaj from mocionit të 17th prokurorisë për December, prova through which the jogojore i prosecution datës 17 requested the dhjetor, admission into në të evidence cilin of over prokuroria 300 kërkoi items pranimin si that prova are not të më shumë linked se to any 30 witness testimony. materialeve që nuk lidhen me asnjë The dëshmi single trial dëshmitar. judge was persuaded Gjykatësi that there vetëm was u good bind cause se for an extension of the kishte time limit, arsye të vlefshme considering për the zgjatjen volume e of material afatit, tendered, duke pasur parasysh the vëllimin e importance of the materialeve të material to the paraqitura për pranim, proceedings, rëndësinë and e the materialeve technical për complexity gjykimin of dhe some of vështirësitë these teknike items. të disa materialeve.
Së fundi, si përgjigje ndaj keqinformimeve të fundit lidhur me vizitat për arsye humanitare, dëshirojmë të theksojmë se, bazuar në të drejtën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, korniza ligjore e dhomave të specializuara të Kosovës u lejon të paraburgosurve të kërkojnë të bëjnë vizitë në Kosovë për arsye humanitare të lindëse, për shembull për të bërë vizitë një të afërmit të sëmurë shumë rëndë. Deri tani, gjykatësit e dhomave të specializuara kanë urdhëruar 14 vizita të tilla të paraburgosurve të menaxhuara nga gjykata. This is all from me for today. Thank you very much for joining. The next KSC press briefing will take place next Thursday at 2:30 in the afternoon as usual, and I forgot to ask if there are any questions. I'll be happy to respond. Nuk ju pyeta nëse ka ndonjë pyetje, i mirëpres ato nëse ka.